Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur hapjen e garës për transformimin urban në hapësira publike kryesore për gjinërim urban të fshatit Radhim Vlorë. Fondi limit i përllogaritur është 102.382.000 lek. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, do të krijohet një rrjet funksional lëvizjeje këmbësore dhe automobilistike përmes rehabilitimit të rrugës kryesore dhe rrugicave të brendshme. Po kështu, do të rritet cilësia e hapësirës publike me trotuare, ndriçim dhe gjelbërim. Ndërkohë, sipas projektit, do të rikualifikohen 3 viewpointe kryesore panoramike, duke i kthyer në pika pushimi, ndalesash, parkimi, shëtitje dhe vëzhgimi për banorët e turistët. Njëkohësisht janë parashikuar ndërhyrje në rrugicat e fshatit, si dhe restaurimi i objekteve dhe mureve rrethuese të domosdoshme në rrugicën e fshatit. Me anë të këtij projekti synohet rigjenerimi urban i fshatit Radhim, përmirësimi i cilësisë urbane dhe estetike të zonës tradicionale të Radhimës, duke ruajtur identitetin vendas dhe duke integruar elemente bashkëkohore të peizazhit dhe ndriçimit. Këto rrugica përbëjnë shpirtrat e fshatit dhe janë konceptuar me kujdes për të ruajtur karakterin tradicional. Referuar dokumentit, problematikat kryesore të identifikuara janë mungesa e trotuareve funksionale dhe shesheve publike, ndriçimi pa mjaftueshëm rrugor, mure mbajtëse të dëmtuara dhe hapësira të pashfrytëzuara për qëndrim, mungesë elementeve urbane, si kangjëlla, ku ekzistueset janë në gjendje të keqe dhe mungesë të koshave, stolave e sinjalistik. Ky projekt është konceptuar si pjesë e një vizioni më të gjerë për transformimin gradual të qendrave rurale bregdetare në hapësira me identitet të qartë, mikpritëse dhe të qëndrueshme. Ndërkohë synohet rritja e atraktivitetit turistik të fshatit si pjesë e zinxhirit të zhvillimit të bregdetit të Vlorës. Gjithashtu do të përmirësohet të ndjeshëm cilësia vizuale dhe e identitetit të fshatit, pasi parashikohet që riorganizimi i hapësirës ekzistuese në formë platforme panoramike do të jetë tërheqëse për komunitetin lokal dhe vizitorët.